Përshëndetje miqtë e mi, përshëndetje zoti Halimi, deputeti Kuvendit Popullor, mirë se erdhë zoti Cara në lagjën tonë, në komunitetin tonë, në komunitetin e Fitores. Jemi më së sigurt tek fitoria. Kjo shikohet dhe në sy tuaj. Kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Lulzim Basha, sill modelin më të këndshëm, më të mirë. Njeriu e punës, njeriu e familjes, intelektualin, njeriu që do ta zgjidhë problemin e të gjithë demokratët ka vaj zotin Engjëll Cara. Në administratën e re të bashkisë me në krye zotin Engjëll Cara, ku do t'jemi të gjithë së bashku. Personalisht zotohem para këtij komuniteti, që siç kanë marrë fëmijët e juaj dhe siç kanë respektuar komunitetin, ashtu do respektohet në bashki. Do keni një ide të hapur nga Gen Gjylçeni atje. Dhe dora do mri vetëm kështu. Lagja numër 1 me ty ka probleme, çfarë do t'i sillim? Do keni një ambasador shumë të fortë atje. Prandaj le të votojmë Engjëll Cara, le të votojmë Partinë Demokratike përpara me Fitore, përpara gjithmonë. Dhe pa humbur kohën e mesit të mëngjesit. Faleminderit zonja, faleminderit zotri, që keni lënë punën sot për të ardhur në këtë ditë të rëndësishme, e cila vjen me një entuziazëm që nuk e kam parë në gjithë lagjet që kemi patur takime, që vjen me entuziazmin e Fitores. E Fitores me djalin tuaj, me vllaun tuaj, me bashkëshortin e përkushtuar, me administratorin e përkushtuar, me liderin e përkushtuar të degës së Kavajës, që ka treguar që di ta mbaj Kavajën blu. Dhe me këtë entuziazëm, juve keni të gjithë, unë jam i bindur që të gjithë ju do arrini që ta bëjmë në datën 21 qershor Engjëll Cara, krye administratorin e qytetit. Me ardhin këtu në krye të bashkisë 4 vjet më parë të një personi me rekorde kriminale, me rekordet më të tmerrshme kriminale, i cili i ka sjell Kavajës varfëri, i ka sjell poshtërim, i ka sjell mungesë dinjiteti, i ka sjell papunësi, i ka sjell palma ndoshta, po to palma janë blerë me parat tuaja, të cilat janë ndarë me xhepat e korrupsionit, të Elvizve, Ervinve, sa i ka dhe 4 emra bashkë. Ndaj 0 vota për ta dhe të gjitha votat për ofertën e re të Partisë Demokratike, për Engjëll Cara, njeriu i cili ka vizion për qytetin, njeriu që do kthej shpresën në qytet, njeriu që do kthej punësimin në qytet, njeriu që do kthej punësimin për të rinjt, njeriu që do ul taksat, njeriu që do sjell bizneset në Kavaj. Ky është mënyra se si qeverisë Rama dhe Meta aty lart dhe të gjithë rroshët e tjerë që ka anemban. Ndaj dhe në 21 qershor ne duhet japim 0 vota qeverisë. Ta heqim qafe. Një qeveri e cila mendon për lakun, një qeveri e cila ka arritur në taksat në maksimum dhe ka detyruar bizneset e huaja të largohen duke rritur papunësinë, duke filluar me Engjëll Carën, mikun tim, shokun tuaj, vllaun tuaj. Sot nuk gjej fjalë si du drejtohem, po ju them që sot Kavaja, në sy tuaj shoh që Kavaja ka votu për Partinë Demokratike, ka votu për ofertën e re për Lulzim Bashën, kryeministër të 2017-s. Qytetarët e Kavajës do të kthehen me dinjitet si në 90-ën për treguar që askush tjetër përveç demokratëve nuk e kanë strehen e vet në Kavaj. Askush tjetër përveç të ndershmëve, familjarëve të rregullt, punëtorëve, nuk e ka strehen Kavaj. As një trafikant, as një kriminal, as një përfaqësues i klikës së Ramës dhe të Metës. Ndaj 21 qershori është shumë i rëndësishëm. Ndaj vota 21 qershorit është votë për treguar që ne tim të jemi dinjitoz
në vatrat tona. Jemi në lagjën që lindi dhe rriti Josip Butën. Lagja e cila e ka larë me gjak demokracinë. Ndaj këtu është më suplim se kur që ne do vendosim në ditën e parë fitores obeliskun e demokracisë në qendër Kavajës, mallështor si qishte, me vot dhe me vot. E para që do jetë projekt obelisku i demokracisë, respekt për jetë, për gjakun e derdhur për demokracinë Kavaj, respekt, nderim për Josip Butën. Demokracia është vizioni i Bashkisë Atmet Kavajës, ku çdo njëri nga ne të ndjehet pjesë e qeverisjes, të jetë një i qeverisur dhe një që do të qeverisë. Ne këtë obligim kemi për qytetarët tanë, që të kemi më shumë respekt për njëri tjetrin, më shumë respekt për familjen, më shumë respekt për demokracinë. Gjithë administrata do jetë e përkushtuar në zgjidhjen e problemeve të hallit çdo qytetari. Pa kosto, zero kosto për gjitha shërbimet që do të kërkojnë qytetarët e Kavajës. Shkolla ka dhe një problem tjetër sot. Presionet e vazhdueshme që bëjnë. Del më fali, për moshë sa vajza ime, po drejtuesja Freshit Kavaj. Presion mësuesve, mos do votoni Elvis Roshi se për ndryshe mas 21 sjerin punë. Kurajo apo ç'është, lajthitje. Ndaj ne këtu jemi për të thënë dalë kësaj pune dhe të themi që qytetarët me bindjen e lirë të votojnë për projektin më të mirën, për Lulzim Bashën, për të ardhmen e vetës tyre. Jeni të bindur që me një staf të specializuar përpunojmë për të patur program dinjitos për qytetin e Kavajës. Të jetë aseksueshëm për gjithë banorët e tij. Futbollin, shumë sportet, kulturën, gjithë shka që ka të bëj me rritjen e moralit dhe rritjen e jetës cilësore të këtij qyteti. Do të bëjnë mundur një infrastrukturë që të jetë unikale për qytetin e Kavajës në këto vite dhe të jetë një model për gjithë zonat përreth, për të bërë qarkullimin në të gjithë Bashkinë e Madhe nëpërmjet një rrjeti kapilar të infrastrukturës dhe shërbimi urban i munguar në këto vite të jetë prioriteti ynë në vitet e ardhshme. Do të mundohem në çdo gjelis timen ta kthejnë në përkushtim 24 në 24 për ju, për çdo qytetar të Bashkisë së Re të Kavajës. Kujdesi për stresat nevojë dhe dinjitet. Ju falenderoj të gjithëve për këtë vot që ju dha sot, pa ardhur akoma dita e votimit. Ju falenderoj gjithëve për mbështetjen timen të Lulzim Bashës, Partisë Demokratike dhe fitores tonë përbashkët. Faleminderit gjithëve. Transmissions the promise another scene. Back a track to keep us trapped in real. Green belts wrapped around our minds.